Rruga Taroko, Kryg në Tajvan. Ajo është e ngushtë, malore dhe prirur ndaj tërmeteve dhe tajfunëve. Gryka e Tarokos është një mrekulli natyrore mahnitse vendosur brenda parkut kombëtar Taroko në Tajvan. Historia dhe rëndësia e saj kulturore janë po aq magjepsëse sa peizazhet maramëndse që ajo përshkron. Gryka u formua gjatë milionave viteve nga fuqia e erozioneve dhe e lumit Liu, i cili ka gdhendur shkëmbijin të mermer dhe gëlqëror të këtyre maleve. Vendodhja e Tajvanit në kryqëzimin e pllakave tektonike të detit euroaziatik dhe filipinez ka ruajtur gjithashtu një rol vendimtar në formësimin e grykës. Përplasja e vazhdueshme e këtyre pllakave ka ngritur tokën, ndërsa lumi ka vazhduar të gdhënt më thellë në shkëmb. Prania e mermerit, e cila i jep grykës pamjen e saj dalluese, është rezultati i nxehtësisë dhe presionit intensiv që transformoi depozitat gëlqërore gjatë milionave viteve. Emri Taroko vjen nga fisi Truku, një nga popujt indigjen dhe më të lashtë të Tajvanit. Autostrada Halsema, Filipine. Me kthesa të rrezikshme, mod të paparashikueshëm dhe rrëshqitje dheu, ky do të ishte përshkrimi më i mirë për të. Halsema është një rrugë e rëndësishme në Filipine, jo vetëm për terrenin e saj sfidues, por edhe për historinë e pasur dhe rëndësinë kulturore. Emërtuar sipas Eusebius Julius Halsema, një inxhinier amerikan dhe ish kryetar i bashkisë së qytetit Baguio nga viti 1920 deri në vitin 1937. Rruga filloi të ndërtohet në vitin 1920 dhe përfundoi rreth vitit 1930 me qëllim lidhjen e qytetit Baguio me zonat e largëta në vargmalin qendror të Kordilerës. Autostrada ka qenë thelbësore për zhvillimin ekonomik të rajonit të Kordilerës dhe shërben si një rrugë jetësore për transportimin e produkteve bujqësore, veçanërisht përimeve në tregjet e qytetit Baguio dhe qendra të tjera urbane. Ndër të tjera, ajo përshkon territore të grupeve të ndryshme indigjene, përfshirë popullin Igorot. Këto komunitete kanë një trashëgimi të pasur kulturore me tradita, gjuhë dhe praktika që janë ruajtur për shekuj. Rruga Fairy Meadows, Pakistan. Ajo është një rrugë zhavori të paqëndrueshëm e ndërtuar në lartësi të madhe, rrezikshme dhe plot kthesa të ngushta. Livadhet e zanave mund të aksesohen nëpërmjet një shtegu të vështirë prej 15 kilometrash, që fillon nga ura Raikot në autostradën Karakoram. Udhëtimi vazhdon me një itinerar prej 5 kilometrash nga fshati Tato deri tek livadhet e famshme, të cilat janë një destinacion turistik popullor, i njohur për pamjet mahnitëse të Nanga Parbat, malit të nëntë më të lartë në botë. Shkalla e rrezikshmërisë së udhëtimit në të është shumë e lartë, dhe pranvera apo vjeshta janë përgjithsisht kohët më të mira për ta përshkruar, pasi moti është më i butë. Lartësia e madhe mund të shkaktojë ato që quhen sëmundjet e lartësisë, kështu që është thelbësore të merrni masa paraprake. Sigurohuni gjithashtu që të keni dokumentat dhe lejet e nevojshme të udhëtimit, si për Pakistanin, ashtu edhe për Kinën. Qafa Zoila Indi. Zoila është një qafë malore e lartë me shpate të pjerta dhe mot ekstrem, e vendosur në distriktin Kargil të Ladakh, e ndërtuar me qëllim lidhjen e luginës së Kashmirit me Ladakh. Ka qenë një rrugë e rëndësishme për shekuj me radhë, duke lehtësuar tregtinë dhe shkëmbimin kulturor midis Indisë dhe Azisë qendrore. Ajo gjithashtu kishte rëndësi strategjike ushtarake, veçanërisht gjatë luftrave indo-pakistaneze. Rruga është e njohur për bukurinë e saj mahnitse natyrore, me pamje maramëndëse të maleve të mbuluara me borë dhe terrenit të thyer. Ajo konsiderohet destinacion popullor për turizmin e aventurës dhe tërheq shumë udhëtar me makinë. Përpara se të udhëtohet në këtë rrugë, është e këshillueshme të kontrollohen kushtet e motit dhe të merren me vete rroba për stin të ndryshme, pasi luhatjet e temperaturave janë të mëdha. Pranvera dhe vjeshta janë përgjithsisht periudhat më të mira për të udhëtuar, pasi moti është më i butë. Autostrada Karakoram, Pakistan dhe Kinë. E ndërtuar shumë metra mbi nivelin e detit, shpesh ajo është subjekt i rrëshqitjeve të dheut dhe urteqeve. Autostrada Karakoram, e quajtur shpesh mrekullia e tetë e botës, është një kryevepër inxhinierike dhe një udhëtim spektakolar përmes vargmaleve më të larta në botë. Ajo lidh Pakistanin dhe Kinën, duke ndjekur rrugën e lashtë të Mëndafshit. Ndërtimi i saj filloi në vitin 1959 si investim i përbashkët midis Pakistanit dhe Kinës, u përfundua në vitin 1979 dhe u hap për publiku në vitin
1986. Projekti zgjati gati 20 vite për të përfunduar për shkak të terrenit jashtëzakonisht sfidues për mira punëtorët pakistanez dhe kinez, të cilët punuan në kushte të vështira duke përfshirë mod të ashpër, lartësi të mëdha dhe mjedis së pune të rrezikshme. Ende sot, kjo është një nga rrugët ndërkombëtare më të larta në botë. Rruga Skippers Canyon, Zelanda e Re, e ngushtë, me kthesa të mpreta dhe shkëmbim të pjerrët. Rruga Skippers Canyon është një rrugë historike dhe tepër piktoreske prej 22 kilometrash e gdhendur në shkëmbin të pjerrët të Skippers Canyon në zonën jugperëndimore të Zelandës së Re pranë Queenstown. Origjina e rrugës është e lidhur me industrinë minerale, konkretisht atë të arit të Otagos qendrore në fillim të viteve 1860. Miniatorët dyndeshin në lumin Shotover, i njohur si lumi më i pasur në botë, duke kërkuar fatin e tyre. Fillimisht, qasja në lumin e sipërm Shotover ishte e mundur vetëm nëpërmjet një shtegu të pasigurt për ngarkim të ndërtuar në vitin 1863. Kjo ishte e papërshtatshme për transportimin e makinerive dhe furnizimeve të rënda. Rruga u ndërtua midis viteve 1883 dhe 1890 për të siguruar qasje më të mirë për miniatorët dhe pajisjet e tyre. Ndërtimi ishte një sipërmarrje e jashtëzakonshme inxhinierike për kohën e saj, me punëtorë që përdornin vegladore dhe eksploziv për të gdhendur rrugën e ngushtë në faqet e pjerrta shkëmbore. Zona ofron aktivitete të ndryshme, duke përfshirë rafting dhe barka me motor në lumin Shotover, ecje në natyrë apo eksplorim vendesh historike. BR 116 Brazil, e quajtur autostrada e vdekjes për shkak të parametrave teknik shumë të diskutueshëm, shkëmbimeve të pjerrët dhe aktivitetit të bandave, ajo është një autostradë federale e madhe dhe me rëndësi të veçantë, pasi mban titullin e autostradës më të gjatë në vend. Ajo shtrihet përgjatë pjesës së konsiderueshme të Brazilit, duke lidhur verilindjen me jugun. Kjo rrugë shkon në një drejtim të përgjithshëm veri-jug, paralel me vijën bregdetare të Brazilit, megjithse jo direkt mbi të. Ajo lidh Fortalezën në shtetin Ceará në Jaguarão në Rio Grande do Sul, në kufirin me Uruguain. Praktikisht roli i saj është vendimtar në lidhjen e qendrave kryesore ekonomike dhe të popullsisë. Autostrada ofron një lidhje rrugore midis shumë prej qyteteve më të rëndësishme dhe më të gjalla të Brazilit, secili duke ofruar atraksione unike. Veçanërisht në seksionet pranë qyteteve kryesore, trafiku është i ngarkuar dhe drejtimi i mjeteve këshillohet të jetë i kujdesshëm. BR 116 është më shumë se sa thjesht një autostradë, është një udhëtim në zemër të Brazilit që lidh njerëzit, ekonominë dhe kulturën e tij. Edhe pse mund të mos jetë një destinacion turistik në vetvete, ai ofron infrastrukturën për të eksploruar mrekullitë e shumta që ofron Brazili. Autostrada James Dalton në Alaska të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E largët, e akullt dhe pa shërbime, me kushte ekstreme të motit, autostrada James Dalton, e quajtur shpesh rruga e transportit, është një rrugë prej 666 km në Alaska, që fillon në autostradën Elliot në veri të Fairbanks dhe përfundon në Dead Horse, pranë oqeanit Arktik dhe fushave të naftës në gjirin Prudhoe. Kjo rrugë e largët dhe e thyer u ndërtua kryesisht për të shërbyer sistemit të tubacionit Trans-Alaska dhe ofron një mundësi unike për të përjetuar natyrën e egër të Alaskës. Ajo u ndërtua në vitin 1974 në vetëm 5 muaj për të mbështetur ndërtimin e tubacionit Trans-Alaska dhe fillimisht ishte një rrugë furnizimi për kamionët që transportonin materiale dhe pajisje në fushat e naftës. Autostrada me gjatësinë 134 km mori emrin e James Dalton, një inxhinier arktik i cili luajti një rol kyç në eksplorimin e hershëm të naftës në rajon. Në vitin 1981, shteti hapi aksesin publik në Disaster Creek, pasi fillimisht ajo funksionoi me qarkullim të limituar. Rruga e tunelit Guoliang në Kinë, e gdhendur në shpatin e një mali pa kangjëlla mbrojtëse dhe me fushpamje të kufizuar, rruga e tunelit Guoliang është një vepër jashtëzakonshme infrastrukturore. Përpara se të ndërtohej tuneli, fshati Guoliang ishte totalisht i izoluar. E vetmja qasje e tij me botën e jashtme ishte një shteg i vështirë ose disa shkallë guri të kthendura në shpatin e malit. Në vitin 1972, fshatarët e udhëhequr nga Shën Mingzin vendosën të gdhenin në mënyrë praktike një rrugë në mal. Ata shitën baktinë e tyre për të financuar projektin dhe blen mjete dhe materiale. 13 fshatarë ishin ata që filluan detyrën e vështirë, duke punuar me çekiç dhe dalt. Puna ishte të jetë sfiduese, me përparim ndonjëherë aq të ngadalt sa 1 metër kërkonte minimalisht
3 ditë pune. Pas 5 vitesh nga dita e nisjes së punimeve, tuneli 5 metra i lartë, 4 metra i gjerë dhe 1.2 kilometra i gjatë u hap për qytetarët më 1 maj 1977. Rruga veriore Yungas në Bolivi, e njohur si rruga e vdekjes, për shtigjet e saj të ngushta, shpatet e pjerta dhe mungesën e elementeve të sigurisë, El Camino de la Muerte ka një gjatësi për 61 kilometrash dhe lidh La Pazin me Coroicon në rajonin Yungas të Bolivis. Rruga u ndërtua në vitet 1930 nga të burgosurit paraguajan gjatë luftës së Chacos dhe rreziku i saj konsiderohet ekstrem. Fillimisht, ajo shërbeu si një rrugë e rëndësishme për transportimin e mallrave dhe njerëzve midis kryeqytetit dhe rajoneve të largëta amazonike. Pika fillestare e rrugës është në La Paz dhe kap një lartësi mbi 3000 metra për të zbritur përmes shtigjesh dhe dredhesh në 1500 metër në qytetin e Coroico. Moti te jetë i vështirë me shira të shpesh dhe mjegull konstant, shoqëruar me rrëshqitje dheu, janë disa nga arsyet që shpjegojnë reputacionin që ajo ka sot. Gjithashtu, ngushtësia e saj më së shumti ka vetëm një korsi. Mungesa e kangjëllave mbrojtëse dhe shkëmbinte pjerrës sipër dhe poshtë rrugës e shtojnë akoma edhe më shumë presionin e shoferëve që e përshkrojnë atë dhe kanë bërë që ajo të jetë një burim aksidentesh të shumta me pasojë vdekje. Operatorë të shumtë turistik ofrojnë ture me biçikletë përgjatë rrugës së vdekjes, aktivitet ky që konsiderohet shumë emocionues dhe u lejon ciklistëve të përjetojnë zbritjen e pjerrët të rrugës dhe terrenin sfidues.